Hyrja e Dolces në Grande Fratello të Italisë ka trazuar ujërat e lojës, ndonse pothuajse çdo gjë është disa hapa larg finales së madhe. Produksioni i Grande Fratellos të mërkurën i dha Dolces një mundësi që të zgjedhte 3 banor me të cilët do të kalonte një darkë romantike. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të reja rreth showbizit vendor. Dolces zgjodhi 3 emra: Donatellën, Jonasin si dhe Omerin. E zgjedhja e këtij të fundit ka haruar të imase të dashurën e tij Rashën, e cila u shpreh e pakënaqur me reagimin e Omerit se si reagoi ndaj ftesës së Dolces. Pas darkës, Omeri i kërkoi shpjegim Rashës, përse e njëjta ishte haruar për një darkë që nuk i kishte zgjedhur ai. Teksa Rasha u shpreh se nuk e kishte tek darka, por tek mënyra e reagimit të tij. Që nga ai moment, dyshja patën tensione, madje patën edhe momente ku nuk flisnin më me njëri tjetrin, teksa akoma marrëdhënia e tyre është e paqartë. Ditët e fundit, Omeri po vazhdon të qëndrojë pranë Dolces.